Alarmi për ushqime jo cilësore në vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian ka shqetësuar Komisionin Evropian. Në vendin ton ka me 10 denoncime në lidhje me produktet ushqimore që hyn nga jashtë. E së fundmi më shumë janë ka marrë mielli që vjen nga Serbia, që ka rezultuar totalisht i papërshtatshëm për bukën pasi ka mungesë të theksuar elementësh ushqimor. Një tjetër element që ka marrë vëmendje të shtuar është se shumë ushqime përmbajnë vaj palma, që është indikator për sëmundjet kancerogjene. Për arsye të ngjashme, BE do të detyrojë kompanitë të mos e trajtojnë Europën lindore si kazanin e plerave ushqimore. Ka lënë të nënkuptohet presidenti i Komisionit Evropian Juncker. Ai ka thënë se ushqimet në dukje janë identike, por nuk përmbajnë përbërës të njëjtë, dhe kjo praktik diskriminon vendet e juglindjes së Europës. Juncker ka shtuar se të nxjerrë në shtator udhëzimet se si do të interpretohen direktivat ekzistuese mbi sigurinë ushqimore. Ndërsa kompanitë ushqimore kanë mbrojtur praktikat e tyre me argumentin se konsumatorët në lindje janë më të varfër se ata në perëndim dhe ushqimet shiten rreth 25% më lirë.